2015 si Karl Price për kontributet të shquara për çuarjen përpara të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe integrimit evropian. Nga 2011-2018, zoti Schulz ka mbajtur pozicionin e kryetarit federal të Partisë Social-Demokrate në Shqipëri dhe 2012-2017 ai ka shërbyer si president i Parlamentit Evropian, ndërsa aktualisht është president i Fondacionit Friedrich Hebert. Zoti Schulz, mirëserët në Tiranë, ftoheni të uleni këtu. Nëse do doni të thoni disa fjalë mirëseardhje përpara se sa dëgjojmë folësin e dytë, jo, vazhdoni. Folësi i dytë i shquar është Dr. Jürgen Linden, që është presidenti i Karl Price në Aachen, ka shërbyer si kryetar bashkie i qytetit të Aachen dhe ka një sër çmimesh edhe atë të Legionit të Nderit në Francë. Dr. Linder, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Our third speaker is a political activist. Folëse e tretë është një aktiviste politike, një kampione të drejtave të grave, që është zonja Veronika Tsepkalo. Ajo është kandiduar për çmimin Nobel në 2021 së bashku me Svetlana Skaya dhe është natyrisht edhe mbajtëse e çmimit në Parlamenti Evropian. Zonja Tsepkalo, mirëseardhët. Së fundi, jam veçanërisht e lumtur që të ftoj nismëtarin e këtij aktiviteti e po kështu mikpritësin e tij në Tiranë, kryeministrin e Shqipërisë, zoti Edi Rama. Faleminderit shumë që gjendeni këtu me ne sot. Do të përpiqem të dal paksa nga Tirana për të shkuar më tej në Evropë, në kontinentin tonë, dhe t'i referohem titullit të këtij paneli Bota në kryq. Do ta nis në mënyrë që të fillojmë me reflektimet për këtë panel. Duket vërtet se Europa sot përballet me dilema thelbësore ekzistenciale, nga konkurenca deri tek gjeopolitika. Në fakt, kontinenti që i ka dhënë sistemit të aleancave duket se e gjen veten në mes të një rivaliteti e konkurrence gjeopolitike në rritje. Europianët e rinj, sidomos në këtë kontekst, përballen me një sfidash lidhur me sfida socioekonomike, klima, ndryshimet mjedisore, luftën kundër rritjes së dezinformimit dhe radikalizimit. Kështu që do ta nis me ju, zoti Schulz, me pyetjen e parë hapse. Ku i lë të rinjt kjo situatë gjeopolitike dhe çfarë duhet bërë për t'i trajtuar këto sfida në këtë fazë? Faleminderit. Në fakt është pyetje e vështirë. Dhe në rast se do të kisha mundësi që të jepja një përgjigje, atëherë do të ishte një përgjigje e mirë për brezin e ardhshëm dhe unë për vete do të isha vërtet shumë i kënaqur, dhe jo vetëm unë besoj, por edhe të tjerët. Sepse ne jetojmë vërtet në një moment, siç e shpjeguat ju, një moment ndryshimi. Pra, pyetja është, po ku do përfundoj kjo gjë? A do të përfundoj në ndonjë gjë jo të mirë, për shembull? Apo do të jetë në një katastrofë, sepse ne shikojmë që Europa gjatë 10 vjeçarëve të fundit ka qenë në fakt e sigurt. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në veçanti presidenti e saj dhe zëvendës presidenti, për mendimin tim, ndoshta për arsye shumë ideologjike, po vën në pikpyetje parime kryesore të botës perëndimore. Për mua, këto vlera bazohen mbi 3 aspekte: respekti, toleranca dhe dinjiteti. Respekt, do të thotë respekt për cilin do individ në shoqëri, tolerancë
për patur tolerancë për mendime të tjera, për mënyra të tjera të jetuari, për besime të tjera. Dhe gërshetimi i respektit individual dhe i pranimit tolerancës të tjerave, gjërave të tjera, ky është ai gërshetim që sjell dinjitetin dhe dinjitetin ti u jep të tjerëve, duke pritur që edhe ata të pranojnë dinjitetin tënd. Kjo është baza e një njeriu me mendje të hapur, e një mendje të hapur e cila ekziston pra në një vend demokratik, heterogjen, shumë kulturor, shumë fetar, por edhe me shumë mendime, pra me mendime dhe këndvështrime nga më të ndryshmet, por ajo gjë me cilën ne po përballemi tashmë është që qendra e pushtetit e një nga demokracive më të mëdha në botë, ai person, po sillet në një mënyrë të tillë që po e bën sjelljen pa respekt, e ka kthyer në strategji dhe mungesën e tolerancës në model dhe një sjellje pa dinjitet në përvojën e përditshme të njerëzve kudo në botë. Dhe për këtë arsye nuk mund të përgjigjem pyetjes tuaj, pra ku do të çojë kjo gjë, ku do të shkojë, ku do të përfundojë, por shpresoj që europianët më në fund të kuptojnë që sfidën mund ta zgjidhin duke qenë të përbashkët, sepse dhe të bashkuar, sepse gjithë ata qindra miliona europian, plus ato vende që duan të bëhen shtete anëtare, dhe duke marrë parasysh edhe faktin që tregu unik i Bashkimit Evropian, pra tregu i vetëm, vazhdon ende të jetë enti më i madh ekonomik në botë dhe nuk është i dobët kurse si në rast se është i bashkuar, dhe duhet të shmanget çdo lloj strategjie për ta përçarë Evropën, për ta ndarë atë me synimin për ta dobësuar atë. Në Moskë për arsye ideologjike dhe në Washington për momentin na duket të paktën në dukje për arsye ekonomike. Dhe në rast se europianët mund ta kuptojnë pra që këtë interes të përbashkët mund ta ruajnë duke punuar më shumë për respektin, dinjitetin, tolerancën dhe duke qenë të bashkuar, atëherë unë mendoj që zoti Trump po kontribuon kundrejt asaj gjë për cilën unë kam kërkuar gjatë të gjithë jetës time politike, një Europë të bashkuar e më të fortë që shkon përtej kombit shtet, që sigurisht vazhdon të funksionojë dhe të ekzistojë, por po funksionon mbi të, pra jo që të vijnë shtetet kombe kundër njëra tjetrës, por të jenë të bashkuara duke shkuar drejt brezave të ardhshëm me respekt dhe me dinjitet. Dhe që fëmijët e të rinjve këtu dhe fëmijët e fëmijëve të tyre dhe ardhmja e tyre të mos vendoset në Pekin apo në Washington, po në Berlin, Paris, Tiranë. Pra përgjigjja ime për pyetjen tuaj është që më shumë se kurrë na duhet një Europë e bashkuar. Faleminderit zoti Schulz. Dëshiroj tashmë që të flas pak më shumë pikërisht për këtë gjë që ju thatë së fundmi, duke e çuar pra vëmendjen drejt Europës. Zoti Linden, ju keni promovuar bashkëpunimin ndërkombëtar, bashkëpunimin ndërmjet të rinjve, mes komuniteteve të ndryshme në Europë, dhe ajo që shohim ne sot është që të rinjt përballen sot me një rizgjim të nacionalizmit dhe me faktin që shikojmë pra përçarje të reja ose të vjetra që po dalin në sfond. Çfarë mund të bëjmë të përballemi me këto sfida? Faleminderit. Në fakt pyetja juaj është goxha e vështirë dhe përgjigjja është edhe më e ndërlikuar, por më lejoni që së pari të falenderoj si presidenti i çmimit Charlemagne ose i Karlit të Madh qeverinë e Shqipërisë dhe mbi të gjitha kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama, që e bëri të mundur këtë takim. Ne u takuam vjet dhe patëm këtë ide që të organizonim këtë takim në një nga 6 vendet e Ballkanit perëndimor, të cilat po shkojnë gjithnjë më pranë Bashkimit Evropian. Dhe mendoj që qasja më e mirë është ajo që vjen nga poshtë. Pra që njerëzit të bëhen bashk, të bashkohen me njëri tjetrin, të takohen me njëri tjetrin dhe sidomos ata
njerëz në shoqëri që e kanë të ardhmen përpara. Dhe për këtë arsye, ju jam vërtet shumë mirënjohës që ne kemi mundësinë që ta organizojmë këtë takim këtu sot në Tiranë. Pra, faleminderit shumë mbi të gjitha organizatorëve për gjithçka që kanë bërë për këtë takim. Së dyti, për pyetjen tuaj, çfarë mund të bëjmë? Ishte pyetja juaj. Mendoj që ka vizione të ndryshme këtu. E para është që në Ukraina është hasur me një agresor. Dhe ky agresor i Ukrainës do të thotë që nuk është vetëm i Ukrainës, por e të gjithë idesë së Europës, e cila është pas kësaj Ukraine. Dhe ne duhet t'i bëjmë ballë, t'i rezistojmë këtij agresioni. Dhe duhet të themi çfarë do që t'jetë Europa sot dhe çfarë do që t'jetë Europa në të ardhmen. Deri më sot Europa ka qenë mbrojtja, ka patur mbrojtjen e SBA-s, e cila ka luajtur një rol shumë i rëndësishëm mbi të gjitha, edhe në nivelin ekonomik. Por vetë Europa nuk ka qenë partneri në këto politika globale në cilat ne do donim që të ishim. Kështu që duhet marrë një vendim pikërisht tani. A duam që t'jemi kështu dhe të tillë, apo ekziston rreziku që kjo ide europiane do të bjerë, do të rrëzohet, do të thyhet? Pyetja e dytë është, ne kemi agresor jo vetëm nga jashtë, po kemi agresor edhe nga brenda. Po të shikojmë, për shembull, zgjedhjet e fundit që ndodhen në Gjermani, 20% ishin anti-europian në votim. Anti-europian do të thotë edhe në të njëjtën kohë edhe antidemokratik. Dhe ideja e filozofisë liberale dhe pra ti është kundër modelit, mënyrës sonte të jetuarit. Dhe ne duhet i bindim edhe të gjithë këta individ, këtë 20%-sh, që ka një alternativë për te vizionet që kanë ata për politikën. Dhe ky vizion është një vizion demokratik, është vizioni ynë. Dhe që është ndërtuar pas luftës së dytë botërore, duke u mbështetur tek përvojat e më shumë se 300-400 vitesh përvojë të vetë kontinentit evropian. Ashtu siç e tha Martin Schulz, vlera si toleranca, respekti, dinjiteti e të tjera. Duhet që këtë pyetje t'ja bëjmë vetvetes. A është ky modeli që ne dëshirojmë të ndjekim, apo është ky modeli që ne duam ta ndryshojmë për të arritur marrëveshje dhe për të bërë biznes? Pra, ka dy alternativa, dy opsione të themi. Dhe pyetja e tretë për mua është: a kemi mundësi ne që të stabilizojmë atë që deri më tash ka qenë një ideja europiane? Kemi patur vërtet shumë suksese në të shkuarën, për shembull euron, monedën euro, ose traktatin e Maastrichtit, tregun e brendshëm, pra tregun e vetëm. A kemi ne mundësi që ta stabilizojmë këtë ide si një ide të vetme për te të tjerave? Dhe ky vendim do të merret pikërisht tani, do të thosha unë. Dhe në rast se më lejoni edhe një pikë të katërt, është në fakt kjo është edhe karriera individuale e gjithë kujt që është ulur këtu, por edhe atyre që janë jashtë sot, jashtë kësaj salle. Ne kemi të drejtën që të zhvillojmë mënyrën tonë të jetuarit, por në kuadrin e një filozofie. Pra, këto dy gjëra, jeta individuale, jeta jonë individuale, dhe në rast se mund ta them kështu edhe filozofia e shoqërisë tonë, këto të dyja duhet që të jenë në përputhshmëri me njëra tjetrën. Dhe kjo është e vështirë për të marrë përgjigje. Dhe madje ideja ime personale, dhe unë tashmë jam goxha në moshë, por do të thosha që unë e kam bërë zgjedhjen time.
Gjatë 4 apo 50 vjeçarëve të fundit të jetës time dhe kjo zgjedhja imja ka qenë të jem europian dhe ta jetoj pikrisht atë model jete në jetën time dhe këtë filozofi dhe këtë ide që është vetë Europa. Thank you very much for these points. In fact, both Faleminderit shumë për këto argumente të dyja, këto ndërhyrje të para, cekin çështjen e autoritarizmin dhe se si mënyra jetesës europiane kundërshtohet kaq shumë nga forma autoritarizmi. Kësaj dua të ftoj forcën e tretë, e cila përgjatë të gjithë karrierës vetë politike është përkushtuar për të luftuar autoritarizmin nga afër, po kështu edhe për të mbrojtur të drejtat e grave, të drejtat e njeriut në vendin e vet në Bielorusi. Në frymën e Bashkimit dhe Solidaritetit Evropian dua t'ju pyes cilat janë mësimet që aktivistët politik në Europë mund të mësojnë nga betejat tuaja në Bielorusi dhe në fakt do të thoja që lufta juaj kundër autoritarizmit dhe për mbrojtjen e grave ka marrë një rëndësi edhe më të madhe pas 2022-shit, luftës në Ukrainë. Pikëspari dua t'ju falenderoj kryeministrin Rama, dua të falenderoj Komitetin Karls Price për organizimin e një eventi kaq të madh. Sepse sipas mendimit tim, debati, dialogje, diskutimet e hapura janë kyçi i demokracisë. Por t'ju kthyer pyetjes suaj. Unë vi nga një vend që quhet Bielorusi, ish Republika Sovjetike e Bielorusisë. Vendi ynë njihet si diktatura e fundit në Europë përpara se luftat niste në Ukrainë, diktatura e fundit në Europë. Duke qenë se kam punuar gjatë gjithë jetës në industri, në kompani shumë komshe, kështu që pak a shumë jeta ime ishte pak a shumë në rregull krahasuar me banor të tjerë apo qytetar të tjerë bielorus. Po në thellësi e ndjeja që vendi ku jetonim nuk ishte si duhet, e kam parë, e shihja se çfarë ndodhte në vendin tim. E shifja shkeljen e rëndë të drejtave të njeriut. Kam parë njerëzit të vuajnë dhe çdo ditë i bëja pyetje vetes. A duaj që fëmijët e mi të rriten në këtë vend? Apo më duhet të bëj përpara një hap dhe të ndryshoj këtë vend? Pastaj erdhi 2020 kur u zhvilluan zgjedhjet presidenciale në Bielorusi. Presidenti ynë ka qenë në pushtet për më shumë se 30 vjet. Për 30 vjet nuk kemi pasur ndryshim të pushtetit, për 30 vjet nuk kemi pasur parlament, për 30 vjet nuk kemi pasur diskutime të hapura, për 30 vjet na është ndaluar çdo gjë që është normale për një vend demokratik. Pastaj familja jonë vendosi të merrte pjesë në këto zgjedhje, sepse siç e thash, nëse do të ndryshosh diçka, duhet ta nisësh nga vetja. Nis të bësh diçka në vend që të rish aty në kuzhinë, të diskutosh situatën politike të vendit. Pra, bëj diçka. Bashkëshorti im vendosi të hynte në zgjedhje dhe sigurisht Lukashenko, duke parë që kishte një kandidat të fortë opozite që vendosi të merrte pjesë në zgjedhje, i eliminoi ata. Të gjitha ata që ishin të fortë, sepse nuk donte të kishte asnjë kundërshtar të fortë përballë. Kjo është arsyeja që ne, 3 bashkëshortet e kandidatëve, vendosëm që të mos heqnin dorë. Pra, ata vendosën të merrnin pjesë në zgjedhje, po ne. Ende vazhdonim të ishim qytetarët Bielorusisë, ishim gra dhe duhet vazhdonim të luftonim. Kështu përbëm treshen e grave, 3 gra, 3 bashkëshorte të kandidatëve presidencial. Ne dham shembullin për popullin bielorus, sidomos për ata që kur nuk besonin në fuqinë e grave, sepse në politikën bieloruse, dhe me qëra fjala këtu në vendin tuaj në Shqipëri, kryeministri ka kaq shumë ministre gra, ka kaq shumë gra në stafin e tij. Unë admiroj vërtet, këtë është një arritje mjaft e madhe sepse krahasuar me vendin tim, kjo është thuajse e pamundur. Kështu që nisëm luftën tonë, sfiduam diktaturën, edhe për të qenë të sinqert, për muaj të tërë, ai ngriu nuk dinte ç'të bënte sepse ishte hera e parë kur i duhej të luftonte me gratë. E vetmja agjend që kishim ishte
lirimi i të gjithë të burgosurve politik dhe shpallja e zgjedhjeve të reja presidenciale, asgjë tjetër. Nuk kishim asnjëherë një ambicie politike, kur nuk thamë që duam të jemi presidente. Thjesht donim të jetonim në paqe në një vend me vlera demokratike e donim të kishim zërin ton, të merrnim pjesë në jetën politike, të bënim diçka për vendin ton, në mënyrë që njerëzit të mos e linin më vendin. Dhe e dini? Sigurisht erdhi dita e zgjedhjeve, presidenti ynë u vet shpall si presidenti i zgjedhur, manipuloi zgjedhjet, dhe niveli i qëndresës ishte i pabesueshëm, kishte qindra mira njerëz që dolën në rrugë, protestuan për muaj të tërë. Por sigurisht, kur ke një superfuqi si Rusia që të mbështet, kur ke para që derdhe në vend vetëm për të luftuar, ata njerëz që nuk kanë as armë, që nuk kanë as gjë, nuk kanë as mbështetje, veç lule, sepse ne ishim gra. Me lule, bisheshime të bardha, gjithçka ishte me të bardha. Me një ndjenjë të jashtëzakonshme solidariteti mes grave, sepse donim të tregonim që mund të fitonim këto zgjedhje pa asnjë pikë të vet me gjaku. Sigurisht, zoti Putin, Lukashenko na luftoi, vendi ynë nuk ishte parë një reprezalje të tillë për 30 vjet. Patëm 15.000 të burgosur politik, sepse ka të tjerë që nuk duan ta njohin, ta pranojnë se janë të tillë, sepse nëse shpallen të tillë, atëherë gjithë familja do të jetë në rrezik. Në rastin ton, oponentët politik vazhdojnë të jenë në burg. Në rastin ton, ne humbëm çdo gjë që kishim në vendin ton, shtëpinë ton, apartamentin ton. Lukashenko shiti edhe lodrat e fëmijëve tanë, gjithë sendet e fëmijëve tanë, çdo gjë është shitur në ankand dhe parat shkuan drejt për drejt e Lukashenko. Kjo nuk më ndaloje, me qëra fjala, unë jam e dënuar me 12 vjet në mungesë, ndërkohë që bashkëshorti im që është këtu është dënuar 17 vjet në mungesë vetëm sepse mori pjesë në zgjedhjet presidenciale. Por vendosëm të mos ndalemi, tham, mirë, me qënë se jemi në një farë mënyrë të burgosur, do të vazhdojmë këtë luftë. Unë ngrita fondacionin e grave, ku ju bëra thirrje udhëheqësve ndërkombëtar, Bashkimit Evropian, organizatave të grave, të mbështesin gratë pas hekurave në Bielorusi. Gratë mbahen në kushte të pa imagjinueshme. Dhe kur shoh gratë që lirohen nga burgu, janë veç skelete, duket sikur kanë dalë nga kampet gjermane të përqendrimit. Është e pabesueshme që kjo vazhdon të ndodhë në botë. Kështu që këshilla ime për ju, këshilla ime për të gjithë të rinjt europianë, organizatat rinore europiane, numër 1, është mos harroni Bielorusin. Ne dim që në skenën botërore po ndodhin shumë gjëra, lufta në Ukrainë, po, keni patur një gjë të tillë në Ballkan 30 vjet më parë dhe bravo, e keni kaluar, por ky rajon po kalon luftë, ka një luftë në Gaza. Midis Palestinës, midis Izraelit dhe Hamasit, por është edhe Bielorusia. Edhe pse zyrtarisht ne nuk jemi në luftë, por ndodh që brenda me qytetarët e vendit ka një gjenocid të vërtet, ka vuajtje të vërtet, kështu që ju bëj të gjithë dhe thirrje. Ju lutem, mos u ndalni. Nëse keni një ëndër ashtu siç kisha unë, që doja të ndryshoja vendin tim sepse kur nuk doja të largohesha nga vendi im kur në jetë, dhe në fakt ne mund të largoheshim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishim shansin për të jetuar një jetë të mirë atje, por zgjodhëm të ktheheshim në vendin ton sepse kishim lindur aty. Nëse keni një ëndër, nëse keni një pasion për diçka, asgjë nuk duhet ju ndalë. Shkojeni pas kësaj ëndre pavarësisht sa e vështirë ju duket. Bëuni të guximshëm, aktiv dhe kur mos e ndalni luftën tuaj. Unë kam marrë një angazhim, i kam dhënë fjalën vetes që nuk do të resht kur derisa të kthehem në shtëpi, derisa të gjithë të burgosurit politik të lirohen, derisa ta shoh vendin tim demokratik, dhe derisa fëmijët e mi të më thonë që duam të jetojmë e të rrisim fëmijët tanë në Bielorusi.
Thank you, Ms. Tsepkalo, for sharing. Faleminderit zonja Tsepkalo që ndatme në përvojën tuaj të jetës, pres me pa durim që sot pas ditët ju pres në Kolegjin e Europës që t'ju flisni studentëve tanë për rolin e grave vajzave për të mbështetur paqen e demokracinë. Si folës i fundit është mikpritësi i aktivitetit. Kam të njëjtën pyetje apo të ngjashme gjeopolitike, për duke qenë këtu, duke qenë se jemi te tema e aktivizmit rinore, duke qenë pikërisht në këtë ndërtesë, e duke pasur parasysh auditorin, që është kryesisht i përbërë nga organizata rinore nga mbar bota. Do doja t'ju pyesja, kryeministër, ju vetë keni qenë aktivist politik, pjesë e lëvizjes rinore për të sjellë ndryshim këtij vendi. E si që përmendi zonja Tsepkalo, kjo ishte 35 vjet më parë. Ky ka qenë realiteti në këtë cep të Europës. Si e shihni realitetin e rinis në këtë anë të Ballkanit në këtë kohë dhe si mund të përballemi me sfidën më të gjerë gjeopolitike? Faleminderit. Spari më lini të falenderoj nga zemra Karlin, this Jürgen from Karl Price, because I said Karl Jürgen too, and, nga Karl Price, sepse tu drejtova me emrin Karl. It's nice, I believe. Besoj që Karl Price, është mirë. Pra, Jürgenin nga Karl Price që pranoi common initiative organizimin e kësaj nisme të përbashkët, not just once, që unë e konsideroj diçka të lindur, e cila nuk besoj do t'jetë vetëm një herë, por mund të çojmë edhe më tej, e pse jo të krijojmë një çmim për të rinj, për të rinjtë evropian, sepse të rinjtë e pjekur i keni në Gjermani, po këtu çmimi për të rinjtë europian mund të jetë diçka e mirë. Sigurisht, qeveria shqiptare do të ishte absolutisht e lumtur që të punonte me ju së bashku dhe që vitin tjetër të organizonte të jepte çmimin për europianët e rinj, për cilët besoj që ju keni të gjitha mjetet për të organizuar një komitet që të bëjë zgjedhjen e duhur. E di që Gjermania nuk është në pozitë mjaft mirë financiarisht, që mund të ndihmojmë ne. And so we can do it together. Kështu që mund ta bëjmë së bashku. Secondly, I Së want dyti, to thank Martin for dua të falenderoj Martinin he's today për ardhjen këtu. the chairman of Ai sot the Friedrich Ebert Foundation, kryeson Fondacionin Friedrich Ebert, fondacioni më i madh e me më emër politik në botë, jam i sigurt që mund ta kuptoni se sa shumë ftesa i vinë për fakti që zgjodhi të vinte sot këtu, na nderon dhe jam shumë i lumtur që patë mundësi të riangazhoheshim në një diskutim që e kemi nisur shumë kohë më parë. Kemi Dr. Lindenin, por edhe zotin Van der Linden, që është një mik i vjetër i këtij vendi dhe i popullit shqiptar që shpreh fillimit të rrugtimit të tij pas rënies komunizmit. Dhe është një politikan holandez i cili arrin të lundrojë mjaft mirë midis të qenit holandez dhe europian, që është mbretëllënse. Jam i sigurt që do të jetë vërtet një dhuratë e madhe për të rinj që të dëgjojnë çka për të thënë dhe mendimet e tij, ai do të ndaj po kështu dhe mbresat e tij për Shqipërinë, për rrugtimin e saj, dhe kjo do të jetë edhe më interesante. Nuk do ta falenderoj zonjën që gjendet këtu, sepse ajo dhe bashkëshorti i saj janë tashmë pjesë e komunitetit tonë,
citizens of this country. janë So, tashmë we are qytetar very të proud. këtij vendi dhe ne jemi privileged shumë krenar e të privilegjuar Two brave people që among kemi us këta and to dy njerëz be të able guximshëm to listen midis to them nesh and e learn. që kemi mundësi t'i dëgjojmë e të So mësojmë this prej is tyre. my part as a host. Kjo I është didn't pjesa forget ime the si ambassador. mikpritës, nuk e harrova ambasadorin Always gjerman që interested to gjendet know këtu what Germans visiting this gjithmonë country are gonna say. me interes për të dëgjuar se çfarë kanë të thonë gjermanët që vizitojnë këtë vend dhe të raportoj pastaj në Berlin About saktësisht what was said për here. atë çfarë është thënë këtu. We were talking before coming Më here parë with Martin se të vinim and, këtu, po flisnim me our friends Martinin about dhe me another country that is very miqtë good tanë in për një vend tjetër që është mjaft i mirë për të raportuar. So, coming to the question now, I don't Për want të ardhur tek to pyetja tani, take, nuk a dua lot of your time going të back marr shumë 35 prej years. kohës tuaj duke u kthyer 35 vjet a pak më tepër më parë I kur was, as young as the people isha in the audience po and, aq i ri sa got të involved pranishmit in në the auditor dhe u përfshiva në to lëvizjen change për të and ndryshuar to look for some different way of dhe life për and të for kërkuar freedom. një tjetër mënyrë jete, për të But kërkuar lirinë. what I want to say Por ajo is çfarë dua that, të them është se I'm not happy when I see young people nuk jam i lumtur kur shoh të how rinj important që nuk e politics kuptojnë is and, sa e rëndësishme është politika. believing that E që besojnë se duke e skartuar politikën si diçka të pist, diçka larg tyre, diçka me cilën nuk duan të kenë as pak të bëjnë, escape it. në fakt mendojnë se i ikin asaj, por nuk ikin dot. Politika të ndjek pas gjatë gjithë kohës. Është një iluzion të besosh që nëse rri jashtë saj, nuk do të prekesh prej saj. Përkundrazi, sa më shumë të rinë njerëzit jashtë saj, aq më të mëdha janë shanset për të prekur negativisht prej saj. Sepse ajo ka të bëjë me pjesëmarrje, nuk ka të bëjë me profesionin, nuk ka të bëjë me faktin e të qenit një politikan, apo të hysh në zgjedhje, apo të lësh punën, apo pasionet e tua. Ka të bëjë me angazhimin si qytetar, të angazhohesh si dikush që kujdeset për të drejtat e tij apo të saj, spari dhe mbi të gjitha për liritë e tyre. Dhe pse jam kaq i fiksuar për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian saktësisht për këtë arsye. Derisa ne të shkojmë në Bashkimin Evropian, ka gjëra të cilat nuk do të jenë të sigurta, të garantuara e të pakthyeshme. Dhe këto janë gjërat më të rëndësishme. Ndaj kur më pyesin ç'plan B keni? Ç'plan B ka Shqipëria? E them që nuk ka plan B përkundrejt lirive individuale. Dhe në qoftë se doni të negocioni lirinë tuaj, atëherë hiqni dorë, mos u bëni pjesë e Bashkimit Evropian. Po në rast se nuk doni të negocioni këto liri individuale, duhet jeni pjesë e Bashkimit Evropian. Së dyti, nuk ka plan B përkundrejt shtetit të së drejtës e të qenit të barabartë përpara ligjit. E sërish nëse doni ta negocioni këtë, atëherë mund të zgjidhni një tjetër drejtim, mund t'ju ofrojnë vodka, mund t'ju ofrojnë haviar, e shumë gjëra të tilla. Po, hiqeni nga mendja shtetin e së drejtës dhe barazinë përpara ligjit, që garantohet vetëm nëse je pjesë e Bashkimit Evropian. Së fundi, po jo nga rëndësia, të gjitha të drejtat që vinë me lirinë, sepse liria është njëra anë e medaljes, ana tjetër janë të drejtat, mund të garantohen duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe dua gjithmonë t'ju kujtoj Afganistanin apo Irakun apo vende të tjera në të cilat njerëzit kanë pasur
in a functioning democracy. mundësinë për ta shndërruar vendin e tyre në një demokraci funksionale dhe nuk funksionoi. Dhe unë them që nuk do të funksionojë kurrë në qoftë se nuk ke Bashkimin Evropian si pikën tënde të horizontit, nuk mund të funksionojë, sepse nuk ka të bëjë vetëm me atë që do, por edhe me mënyrën se si mund të arrish. E po kështu, edhe sa mbështetje ke në mënyrën se si mësohesh për ta bërë këtë gjë. Sot po zhvillojmë këtë diskutim të jashtëzakonshëm të drejtësisë që shkon pas apo ndjek figurat e profilit të lartë. Nuk është e përsosur, ka mjaft dizavantazhe, por është hera e parë në histori që kemi njerëz politikisht të fuqishëm, të cilët shkojnë përpara një prokurori e gjyqtarit pavarur, kur nuk ka ndodhur. Qysh nga 1912, nga pavarësia jone, deri pak vite më parë, kur finalizuam reformën në drejtësi me ndihmën e Bashkimit Evropian, kur nuk kishim parë një ministër apo një individ të profilit të lartë lidhur me pushtetin politik të çojë përpara gjykatës e jo më të dënohej. Tashmë po i shohim këto gjëra dhe pa Bashkimin Evropian harrojeni. Dhe ka dhe më shumë se kaq për të thënë për Bashkimin Evropian në këtë drejtim. Sigurisht, nuk jemi naiv, por jemi mjaft idealist ende për Bashkimin Evropian, kjo është e sigurt. Jemi aq idealist sa dashuria e dikujt për martesën përpara se sa ta provoj. Por, përvoja më thot se nuk ka plan B për kundrejt martesës. E kam provuar dhe mu desh të rimartohesha. Kështu që paka shumë kjo është qasja ime për këtë. E kur vjen fjala për atë çfarë po ndodh. I believe that Europe is in a moment. Besoj që Europa gjendet në një moment ku bëhet as bëhet, në kuptimin e shkuarjes në një nivel tjetër. Pra nuk është thjesht diçka që kërkon përshtatje, por një ndryshim thelbësor të thellë. Nuk është një moment për të këmbgulur në mënyrë kokëfort në inercinë e asaj që ekzistonte deri 3 muaj më parë, ka të bëjë me një panoramë tërësore të asaj çfarë duhet të ndryshojë. Historia ka pasur momente ku Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa kanë pasur përplasjet e tyre, momentet e tyre të keq kuptimit apo të konfliktit politikisht e kanë fjalën. Në Amerika pasur gjithmonë nga ata që kanë menduar që është gjithmonë më mirë që Amerika të dalë nga Europa, pra të tërhiqet prej saj. E po kështu në Europë ka pasur nga ata që kanë menduar që Europa duhet të ketë identitetin e vet, të harrojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka qenë gjithmonë diçka që në fund ka mbizotruar. Ideja që siç e ka thënë Kissinger, Amerika pa Europën është një ishull, ndërsa Europa pa Amerikën është një gadishull. Për ta përmbyllur, do të thoja që për mua, spari, jam në një pozitë shumë të rehatshme, sepse nuk jam gjerman. Dhe nuk më duhet të gjej zgjidhje për botën. Jam një kryeministër e një vendi më të vogël, megjithëse jam më i gjatë se Friedrich Merz. Është Friedrich Merz që duhet marrë vendime prej të gjati. E di që në qoftë se unë kam gabim, askush nuk do të dëmtohet, por në qoftë se Merz do ta ketë gabim, në qoftë se udhëheqësit e Evropës do ta kenë gabim, të gjithë ne do të dëmtohemi. Dhe Martin përpara se të vinim këtu, tha dhe më korrigjon në qoftë se të citoj gabimisht. Vendimet e këqija të një udhëheqësi sot
paguhen në kosto nga brezi i ardhshëm. Pra ajo çfarë shohim sot nuk është asgjë krahasuar me atë çfarë vjen. Kështu që me sa kuptoj unë, bëhet fjalë për një pamje 360 gradëshe të situatës. Nuk është thjesht diçka që lidhet me forcimin ushtarak. Nuk është thjesht fjala për të hyrë në një garë se kush është më i fortë ushtarakisht, sepse kur dëgjoj gjëra të tilla, për shembull, që le të shkurtojmë fondet për arsimin dhe të prodhojmë më shumë armë, tmerrohem. Sepse ne shpresoj, nuk po kërkojmë të krijojmë një ushtri të madhe e barbarësh, e gjysmë analfabetësh, po kërkojmë diçka krejt ndryshe. Kështu kësaj na duhet që të jemi shumë të guximshëm dhe përpiqemi ta shohim gjithçka në tërësi. Po, është domosdoshmëri të forcohemi ushtarakisht, por diplomacia, çelja e korridorëve të reja dialogut, apo të qenit më pak vetë referent kur flasim me të tjerë jashtë nesh, e të jemi më të vendosur për mënyrën tonë të jetesës. Në fund ditës ne kështu duam të jetojmë. Nuk duam të tjerët vendosin si duhet jetojmë ne. Ne duam të jetojmë kështu, por nuk duhet të themi të tjerëve që kjo është mënyra e vetme për të jetuar, sepse në të kundërt do të gjendemi në situata ku do të ishte e vështirë për t'ju përgjigjur një pyetje, dhe kam një pyetje që më tmerron. Europa ka më pak miq sot se sa përpara agresionit rus, dhe kjo është diçka që duhet kuptuar, diçka mbi cilën duhet reflektuar pse ka ndodhur kjo. Ndërkohë që nuk ka as pak dyshim që Europa u ngrit për gjën e duhur, duke qëndruar krah Ukrainës. Kjo nuk ka as pak dyshim, por pse ka më pak miq? Dhe nuk po flasim për Rusin, po flasim për miq të cilët nuk janë në këtë pjesë të botës, kështu që është shumë komplekse, shumë ndërlikuar. Por ndoshta Zoti i shpëtoi jetën Donald Trumpit, jo vetëm për ta bërë Amerikën të madhe sërish, por për të zgjuar përfundimisht Europën e për t'i dhënë asaj mundësinë të kuptojë që nuk mund të vazhdojë sikur bota të ishte njësoj, sepse nuk është njësoj. Zoti Kryeministër, faleminderit për këtë këndvështrim prej 360 gradësh. Në fakt, ju përmendët rolin e Shqipërisë për bashkimin e Europës dhe për projektin europian, dhe besoj që gjatë viteve të fundit, nëse mund ta them kështu vetë, është që Shqipëria në fakt ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, duke udhëhequr bashkëpunimin rajonal, por edhe duke rritur ndërgjegjësimin tek udhëheqja europiane, që pa Ballkan Perëndimor në Europa nuk mund të jetë e sigurt, demokratike dhe e pajshme. Dhe unë e di pas kaq shumë vitesh që punoj me ju, që ka qenë privilegj që të punonim që Shqipëria ta udhëhiqte këtë projekt. Dhe do të doja që pas edhe një pyetje tjetër, dëshiroja të thoja diçka vetëm në lidhje me një gjë që tha kryeministri, pra jo vetëm nevoja që ka Europa për të bërë modifikime, por edhe diçka shndërruese edhe nga këndvështrimi socioekonomik. Sepse në rast se u referohemi të dhënave të sondazhet të rinor të Parlamentit Evropian, rreth 40% të rinjve, pra pothuajse gjysma e tyre, kryesisht janë të shqetësuar për sa u përket pra strehimit të tyre, rritjes së çmimeve të pronave, por edhe për sa i përket çfarë po ndodh në ambient, në mjedis. Kemi parë disa propozime vitet e fundit për ristrukturimin e tregut të vetëm, zgjerimin e kuadrit ligjor, ndryshimin e tij, të gjitha këto nisma me synimin e përmirësimit të punës pra që bën Bashkimi Evropian. Zoti Schulz, dëshiroja t'ju pyesja se çfarë mund të bëhet në rrafshin socioekonomik për të trajtuar pikërisht këto shqetësime që kanë të rinjt, po ndërkohë duke i mbajtur ata të angazhuar në politikë.
Në fakt ju bëni gjithnjë, me ç'duket pyetje që kërkojnë vërtet një vëmendje shumë të madhe. Kështu që ju kërkojnë ndjes që më përpara që ndoshta nuk do të jem kaq i qartë në përgjigjet e mia. Unë jam social-demokrat dhe përgjigjja e parë që unë jap është kjo. Unë e di që liberalët ose konservatorët nuk ndajnë mendimin tim, por mendimi im është që në rast se ne vazhdojmë me tregun e vetëm të Bashkimit Evropian ashtu siç kemi bërë gjatë 4-10 vjeçarëve të fundit, për të kuptuar konkurrueshmërinë me anën e ripërdorimit të sigurimit shoqëror, të sigurimeve shoqërore dhe krijimit të përfitimeve për kompani shumë të pasura, me rezultatet që kemi patur deri më tash, pra që janë akoma më shumë njerëz shumë të pasur dhe gjithnjë të njëjtët me qira fjala, të cilët rrisin fitimet e tyre, pasuritë e tyre. Çdo vit, pra kur krahasohet kjo edhe me numrin e të rinjve që nuk kanë mundësi të paguajnë qiran, që nuk kanë mundësinë që të jetojnë në mënyrë dinjitoze, dhe kur e shoh këto në një vend të pasur si Gjermania, ku ne kemi numrin më të madh të miliarderëve që prej fillimit të vendit tonë dhe në qytetin tonë në Aachen, të rinj si student nuk paguajnë dot qiran, nuk u del. Pra 20 metër katror për 700 euro në muaj në disa nga qytetet universitare të Gjermanisë. Atëherë do të thosha që të fillosh jetën me këtë padrejtësi kaq të madhe shoqërore, sociale, pra nuk është dinjitoze, është e padenjë, prandaj duhet të shpërndajmë në mënyrë më të drejtë pasurinë që ekziston brenda për brenda Bashkimit Evropian, jo pasuri për një numër të vogël njerëzish, por të mira për shumicën e njerëzve, dhe ky duhet jetë objektivi i Bashkimit Evropian ose do të na humbas besimi i qytetarëve. Kjo është gjëja e parë që dëshiroja të thosha. E dyta është që Bashkimi Evropian është një strukturë shumë e vështirë dhe keni tërësisht dakord dhe jam 100% dakord me kryeministrin që ne jetojmë në një moment ndryshimi madhor, ndërprerjeje të asaj që kemi parë më parë. Një gjë që ishte shumë e rëndësishme deri dje tashmë ka humbur dhe nuk do të ndryshoj. Në rast se nuk ndryshon bashkëpunimi i thellë evropian, gjërat do të humbasin një herë për gjithmonë. Për të rinjt kam 2 këshilla. Së pari, është një citim i një fituesi të çmimit Nobel për letërsinë, George Bernard Shaw, i cili për vete jetoi për shumë vite, po ai tha: mos u besoni të vjetërve, sa ata nuk duan t'ja dinë për të ardhmen. Dhe kjo është e vërtet deri diku. Edhe unë për vete jam i vjetër, i plakur, dhe po shpresoj që kam ende më kanë mbetur ende edhe disa vite. Por një gjë është përjetimi im i të përditshmes që lexoj gazeta, shoh lajmet, gjërat rreth meje, unë i kuptoj njerëzit që thonë mjaft më. Tani mjaft, se unë e kam bërë detyrën time. Unë dua që vitet e fundit të jetës time të kaloj në paqe, në qetësi. Atëherë, pse duhet unë që të jemi detyruar që të përkujdesem për brezin e ri? Sepse zakonisht kështu mendojnë të moshuarit, por si individ nuk mund ta mendosh këtë gjë. Prandaj e përsëris, vendimet e gabuara që do të marrin të moshuarit sot do t'i paguajnë brezat e ardhshëm. Dhe për këtë arsye ju të rinjt duhet patjetër të jeni të angazhuar, që të shikoni çfarë vendimesh do të merren, të jeni të përfshirë në këto debate. Në rast se ju nuk përfshiheni, nuk angazhoheni, të jeni pjesë e asaj gjëje që do të kontrollojë të ardhmen, ju po lejoni të tjerët të kontrollojnë të ardhmen tuaj dhe të vendosin për të. Pra kjo është gjëja e parë që do t'ju thosha, duhet jeni të përfshirë në çdo lloj ndryshimi që do të bëhet për të ardhmen, sepse do të jetë ardhmja juaj, ajo jo e jona. Tjetra është, mësoni pak për vendet e tjera, strukturat e tjera, popujt e tjerë, sepse strategjia më e mirë
është që të marrësh gjërat më të mira të tjerëve. Gjermania natyrisht është një vend i mrekullueshëm, ambasadori sigurisht do të raportoj pastaj në qendër do të thotë që zoti Schulz foli siç duhet, kështu që kur të kthehesh gjithçka do të jetë në rregull për mua. Por gjermanët besojnë që ne i dim të gjitha, i dim më mirë se të tjerët, se vendet e tjera, po ja që ky nuk është realiteti, zonja dhe zotrinj. Ne sigurisht jemi një vend i mirë, një vend i fortë, por ka edhe vende të tjera, të cilat kanë edhe gjëra të tjera që janë më të mira se ne në Gjermani. Për shembull, Italia, ushqimi i tyre, po të shkosh në Itali, sigurisht që ushqimi i tyre është më i mirë se yni në Gjermani. Pra, ajo që po them, praktikat më të mira dhe gërshetimi i këtyre praktikave më të mira është në fakt modelet e suksesit që ka pasur Bashkimi Evropian në të shkuarën, sepse ne në të shkuarën kemi kaluar nga ajo që ne jemi më të mirët, Gjermania e para, Britania më e mira e të tjerë, sepse ky lloj mendimi që ne jemi të parët dhe më të mirët sjell katastrofë. Por në të njëjtën kohë do të thosha që ne kemi diskutuar që duhen marrë parasysh edhe vendimet e atyre që janë më të vegjël. Ata persona që përfaqësojnë vendet e mëdha, respektojnë dhe tolerojnë edhe vendet më të vogla, kombet më të vogla, që të kenë të njëjtat të drejta për të kontribuar drejt atij suksesi të përbashkët, atëherë, për mendimin tim, besoj unë, kjo është ajo idea që sjell integrimi evropian. Pra, vendet, popujt për te kufive tanë, dhe nuk e kam këtu fjalën vetëm për kufi fizik, po kufi ekonomik, kufi kulturor. Pra, në rast se vende popuj bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe krijojnë një kuadër për të drejtpeshuar këtë bashkëjetim heterogjen në mënyrë të paqshme, kjo është më e mira. Pra, për një gjerman, për një person që ka lindur në 1955 pas luftës së dytë botërore, i ati të cilët apo së cilës ka qenë pjesë e ushtrisë gjermane që pushtoi Francën e të tjerë ose të përfundoi si i përgosur lufte në Britaninë e Madhe. Për shembull, unë dhe van der Linden jemi fqinj. Ai jeton në anën holandeze, unë në anën gjermane, shumë pak kilometra larg njëri tjetrit. Por ne jemi pjesë e një kombi të përbashkët evropian me një të shkuar holandeze dhe me një të shkuar gjermane. Prandaj këshilla ime për brezin e ri është kjo: mësoni se cilat janë praktikat më të mira jo vetëm në vendin tuaj, por edhe në vende të tjera. Mësoni kulturën e të tjerëve, gjuhën e të tjerëve, historinë e të tjerëve. Për shembull, në mëngjes sot po mendoja. Kur kam menduar për herë të parë për Shqipërinë, për shembull, ka qenë në fakt futbolli Partizani i Tiranës luajti në Gjermani. E vetmja gjë që dija atëherë për Gjermaninë ishte Enver Hoxha dhe Kina. Ky ishte imazhi i Shqipërisë në Gjermani. Enver Hoxha është aleat i Kinës dhe kanë edhe një klub futbolli që quhet Partizani në Tiranë. Mua më duk kështu si fundi i luftës së dytë botërore se kishte emrin Partizani, luajte në Köln dhe fitoi Kölni, pra ekipi im ishte e mrekullueshme e gjithë gjëja. Por realiteti për këtë komb kaq të mrekullueshëm, me histori kaq të mrekullueshme si komb, por edhe pjesa e trisht, edhe unë vetë në fakt kam mësuar sepse për vete kam patur një librari dhe shisja libra, kam mësuar për Shqipërinë nëpërmjet letërsisë së Ismail Kadares. Më duket se në anglisht mund t'jetë quhet, unë e di si quhet në gjermanisht, nuk e di se si quhet, po më duket që quhet ushtria e generalit të vdekur. Jo, është generali i ushtrisë së vdekur, më falni, unë gatrova. Pra, për krimet që kishin kryer italianët gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri, për të kuptuar sot se çfarë do të thotë për ju dhe qeverinë italiane që të jeni në të njëjtin rrugtim në BE. A nuk është mrekullueshme kjo kur mendoni këtë gjë për historinë e vendit tuaj? Në nivel historie europiane, pas luftës së dytë botërore, por edhe pas rënies së Perdës së Hegurt, këto janë ato momentet kryesore. Prandaj për të rinjtë them, angazhoni, luftoni për këtë Europë.
Faleminderit zoti Schulz për këtë mesazhe kaq inkurajuese dhe për ne si edukatorë shumë e rëndësishme se a nuk është në fakt projekti i Europës një projekt që përçon njohuritë, dijet dhe në këtë pjesë të Europës edhe ne dim diçka për konflikte ndërkufitare. Dëshiroj tani që një pyetje t'ju bëj edhe ju, zoti Linden. Ju në fakt keni fituar çmimin Charlemagne, natyrisht keni bashkëpunuar edhe me udhëheqës të mëdhenj të Europës dhe jeni përkushtuar promovimit të identitetit europian në komunitetet të ndryshme të Europës, por edhe një ide të përbashkët të qenit europian. Çfarë mund të bëjnë institucionet europiane dhe udhëheqja europiane për të promovuar pikërisht të lloj ndjesie dhe kur flas për udhëheqjen europiane e kam në të gjithat nivelet, vendore, kombëtare, të Bashkimit Evropian. Unë e di që ju vetë keni qenë kryetar bashkie, kemi 2 ish kryetar bashkie, jo 3 në fakt, po e vërtet që 3 ish kryetar bashkish, kështu që atëherë edhe komunitetet vendore luajnë një rol teje të rëndësishëm. Fjala për ju. Po, kam qenë kryetar bashkie, po shumë kohë përpara. Ndërsa tani unë jam thjesht një qytetar i thjesht si të gjithë të tjerët. Kështu që edhe veti bëj pyetje vetes. Pra, çfarë mund të bëjnë qytetarët për Europën? Sot qytetarët arrin ta jetojnë Europën në kuptimin e vërtet të fjalës. Dhe kjo është një gjë që është krejt normale për brezin tuaj. Por, për brezin tim, ka qenë një përvojë të cilën më desh ta mësoja pak nga pak. Unë kam lindur pak pas luftës së dytë botërore. Në një qytet i cili kufizohet me Hollandën dhe me Belgjikën. Dhe nuk ka qenë e mundur për ne që të kalonim kufirin të shkonim në këto vende pa vizë. Pra na duaj vizë. Dhe na duhet edhe një arsye posaçme, jo thjesht të donim të shkonim së koti. Dhe për më shumë se 15 vite të jetës sime, kjo ka qenë situata. Madje edhe në vitet 60, këto kufi ran. Pra, mua më është dashur të mësoj rreth një kulture tjetër, ajo kulturë që ekzistonte përtej atij kufiri që ishte kaq pranë, dhe ishte një kulturë tërësisht e ndryshme. Jo vetëm gjuha që ishte ndryshe, por edhe sjellja e ditaditshme që kishin ata. Dhe mësova që të respektoja dallimet që ekzistonin ndërmjet mënyrës së tyre të jetuarit dhe asaj që ishte e imja. Së dyti, mësova që këto vende, më lejoni ta them kështu që janë mu në qendër të hemisferës perëndimore, mësuan të punojnë së bashku me njëri tjetrin. Dhe unë e shihja këtë gjë edhe në televizor, për shembull kancelarin gjerman dhe kryeministrin holandez, apo kryeministrin e Luksemburgut e të tjerë. Dhe i bëja pyetje vetes time, po çfarë do të bëjnë këta? Sepse unë isha i ri, isha student në atë kohë. Dhe që nga ai moment, unë arrita të përjetoj një gjë që ishte e domosdoshme që ata të bashkëpunonin për tregtinë. Pra që do të thoshte për industritë e ndryshme të vendeve tona, për çdo lloj çështje ekonomike. Por në një pikë më pas, par në një moment tjetër, unë kuptova që kjo është e rëndësishme edhe për arsimin, për filozofinë, sepse mësova që edhe nxënësit, studentët madje vetë nxënësit në shkolla pra para universitare ndryshonin në Francë, në Gjermani, e më pas edhe kur pam Britaninë e Madhe. Pra, ky i gjithi për mua ka qenë një proces të cilin unë kam mësuar hap pas hapi. Mësova gjithashtu që disa hapa nuk ishin të suksesshëm. Pati kriza, për shembull në vitet 70, kur pas luftës Jom Kippur,
ishte ajo që u quajt tronditja e madhe e naftës në Europë dhe ky shok i madh do të thotë që për 6-7 vitet e më pashme ekonomitë tona u të kurrën së tepërmi, nuk kishte energji. Dhe që njerëzit vunë në dyshim vetë idenë e Europës, sepse Europa nuk po rritej dhe në jetët tona personale ne nuk shihnim rritje. Pra, mësova hap pas hapi se çfarë ishte Bashkimi Evropian. Dhe sot unë jam tërësisht i bindur që ky bashkëpunim ndërmjet vendeve të ndryshme brenda Bashkimit Evropian është në fakt mënyra më e suksesshme, jo vetëm për vetë këto vende në mënyrë të përgjithshme, por edhe për mua si individ, që jeta ime është e sigurt dhe e siguruar. Pra kështu rrodhen më tej idetë e demokracisë, e lirisë, dhe ndoshta edhe të vetë paqes. Sot, lufta duket sikur është larg nga vendbanimi im, po gjithsesi ne jemi shumë të shqetësuar. Ne jemi të shqetësuar për luftën në Ukrainë, jemi të shqetësuar edhe për luftën në lindjen e afërt. Dhe mund të themi madje, mund të themi gjëra më të ndryshme, por mund të bëjmë komente për inflacionin, ose për faktin që çfarë po ndodh me ekonominë tonë në përgjithësi. Pra, përvoja e jetës time që nga dita kur kam lindur, deri në momentin kur unë mund të isha i ndërgjegjshëm për çfarë ndodhte rreth rrotullmeje, deri më sot, është që vetëm bashkëpunimi është garancia për një jetë më të mirë për të gjithë ne. Faleminderit shumë Dr. Linden. E di që e kemi të i kaluar kohën nga që shtë menduar, e di edhe që kryeministri ka angazhime të tjera. Zoti kryeministër, keni ndonjë mesazh të fundit për auditorin? Kryesisht që të ketë bëj me arsimin. Çfarë mund të bëjë më shumë Bashkimi Evropian për të forcuar dhe fuqizuar kapitalin njerëzor? Nuk mendoj që kam një mesazh të fundit, por ndoshta edhe më shumë gjëra për të thënë, sepse në veçanti kur flasim për këtë lloj teme në këtë moment në të cilin po jetojmë, gjë që e bën edhe më të ndërlikuar çështjen, dhe siç e tha edhe Martini, pra e bën edhe të rëndësishme që në këtë konferencë të japim përgjigje një pyetje nga të gjitha këndvështrimet e saj. Por ajo që dëshiroj të shtoj, pasi dëgjova edhe çu tha nga parafolësit, është që edhe për brezin e ri, or madje veçanërisht për brezin e ri, Bashkimi Evropian është përgjigje. Shumë më shumë se sa gjithçka tjetër jashtë Bashkimit Evropian. Dhe nuk dua që të sjell shembuj të dhimbshëm, po ja të shikojmë Britaninë e Madhe pas Brexitit, si shkuan gjërat për të rinjt atje. Ose të shikojmë për shembull se si ky iluzioni i Britanisë që ka më shumë para, më shumë instrumente, më shumë fuqi, duke qenë jashtë Bashkimit Evropian, se si është shkatruar, është thyer, dhe ka thyer edhe shumë rrjete të ndryshme, shumë mure, forca që ishin ndërtuar brenda Bashkimit Evropian. Pra, unë mendoj se Bashkimi Evropian ka shumë gjëra për të cilat mund të kritikohet. Dhe jo sepse është projekti i gabuar, por sepse projekti nuk është i përfunduar. Pra, përgjigja është për të bërë disa përshtatje ose për të trajtuar
ato dobësi të Bashkimit Evropian dhe përgjigjja është më shumë Europë, jo më pak Europë. Pra, ti do të trajtosh një gjë që nuk po ecën mirë në Bashkimin Evropian, atëherë të thellohesh dyfish në Bashkimin Evropian. Unë kështu e kuptoj. Kjo është qasja dhe nga këndvështrimi ynë, nga kjo pjesë e Europës, në thelb, në zemër të Europës, ne ende mund të jemi esëll për të parë se sa shumë gjëra mund të kesh kur je brenda Bashkimit Evropian, por pastaj ajo që ndodh është që ti humbet vlerësimin për to, sepse i merr të mirëqëna dhe gjithnjë që do më shumë. Por të duash më shumë nuk është e njëjta gjë. Është e rëndësishme të mos humbasim vlerësimin për ato garanci që Bashkimi Evropian u ka dhënë të gjitha vendeve të veta. Ja të marrim për shembull Gjermaninë. Gjermania ka qenë modeli ynë, shembulli ynë për një kohë shumë të gjatë, ka qenë kampion të themi, por në rast se e heqim Gjermaninë nga Bashkimi Evropian dhe do të shikonim se çfarë do të projektonte ajo dhe çfarë do të bënte Gjermania pa tregun e mrekullueshëm të Bashkimit Evropian, do të flisnim për diçka tërësisht tjetër. Ose fakti që çdo edhën, çdo studim, çdo fakt që ne shikojmë për Poloninë, për Republikën Çeke, apo për vende të tjera që po ecin kaq mirë tani në krahasim me të shkuarën, tregon që ky ishte efekti i Bashkimit Evropian. Prandaj, pavarësisht ankesave, dhimbjeve të kokës, burokracisë neurotike, në fund të fundit ajo për cilën bëhet fjalë është një themel shumë i fortë. Unë nuk besoj që ka diçka më vizionare, më të sofistikuar në formë të mrekullueshme që të mund të jetë krijuar ndonjëherë në mendjen e ndokujt në historinë e njerëzimit se sa vetë Bashkimi Evropian. Kjo është mënyra se si e shoh unë. Ndoshta, meqense folëm që po plakemi, unë mendoj që sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë i ndërgjegjshëm jam për çfarë mund të humbasim në rast se do psohet Bashkimi Evropian dhe se çfarë tragjedie do të ishte në rast se do të zhdukej Bashkimi Evropian. Do të ishte sikur ta linim, të dilnim vet nga historia me këmbët tona. Faleminderit zoti kryeministër. Në fakt ka qenë një panel vërtet shumë interesant, jo vetëm për mësimet e nxjerra, pra mësime që kanë nxjerr një brez dhe që ja kalon brezi tjetër, por edhe një gjë shumë e rëndësishme për të parë se cilat mund të jenë rrugët që do të ndjekim në të ardhmen. Do të jetë kënaqësi që të vijojmë bisedën edhe pasdite me të rinjt e Kolegjit të Evropës dhe dëshiroj që ta përmbyllim këtë panel tashmë dhe ju falenderoj edhe një herë dhe një duartrokitje për të gjithë folësit e panelit.